Megjithatë, kohëve të fundit kemi pasur edhe realisht kemi hasur edhe në lajme që kanë ndodhur edhe aksidente ajrore. Madje disa janë aluduar se kanë ndodhur qëllimisht. Si mund të qenë gjasat për ndodhur diçka e këtillë, si i perceptoni ju po ashtu me që jeni të fushës? Qëllimisht nuk e di, për rajonin e Evropës e Amerikës nuk po besoj që ka diçka që është diçka qëllimshme. Po mos harro se hapësirat ajrore në Evropë dhe posaçërisht në Amerikë, lindjet e Amerikës janë shumë të gjeshuna dhe kanë mënyrë të jashtëzakonshme volum do të thotë trafiku që lëviz. Unë ku shkova do të thotë para disa ditë bëna fluturimin për New York, bashkë lodha shumë se ka shumë trafik edhe je gjithmonë adin duhet me qenë vigjilent nga fluturimit sa që adin është një lodhje. Po du me thonë që ka pas raste të aksidenteve kohëve të fundit, nuk është puna që qëllimshme dikush që bën këtë sens, se nuk do askush me bë një pilot që bëhet pilot ai nuk është i unik ai person, se nuk është karrierë lehtë me vazhduti, se për shembull shumë karriera ti e merr diplomimin, vazhdon me përvojë punës edhe tani bëhesh kur të bësh një pilot do të thotë gjithmonë je në testime, gjithmonë je në rishikime, gjithmonë ki trajnime, gjithmonë do të më qenë gjithmonë i freskum do të thotë në ato që i din edhe dush me vazhdu me fresku veten do të thotë në trajnime edhe në emergjenca që mundet me ndodh. Po du me thonë që nuk është punë e lehtë me nejt në vit do të thotë kësaj karriere gjithkohon që për dikon me shkaktu diçka me bë qëllimshme. Kohëve të fundit kemi pas kanë qenë në Amerika ka qenë shumë hapësirë sigurt, po nuk do të thotë se pilot komercial kanë qenë ata që kanë shkaktu këtë aksidentin, sikur në Washington që ndodhi, apo ai tjetri që ndodhi në Kanadë kohëve të fundit e disa tjera. Po kanë një herë ato rrethonat janë si soj që vjen deri te ai momenti do të thotë ilshimit të jajni kontrolës ajrore apo një piloti tjetër që s'ka përcjell s'ka qenë vigjilent sa duhet edhe ofrohet, po zakonisht ka masa shumë që i eliminojnë këto raste për me ndodhe, do thotë i zvoglojnë mundësinë për me ndodhe këto raste. Nësër falenderoj shumë sot që ishe pjesë e momentit të na dhe gjithë këto informacione kaq interesante, për gjithë ne që nuk jemi të fushës, po ashtu na dhe edhe shumë informacione të reja të cilat mësuam besoj shumë çka prej eksperiencës suaj. Ishte shumë kënaqësi të kisha sot në emision. Faleminderit për ftesë, ju uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë. Ditë mbar. Të dashur